kë bien këto këmbana më saktë avokat? Së pari duhet të them që fjalia jonë që kemi thënë tek qytetarët që na dëgjojnë, të dëgjuesit tanë të zakonshëm, duke i falenderuar gjithmonë që na dëgjojnë dhe na ndihmojnë jo vetëm duke na përkrahur, por edhe të na shtypin like, atë që duhet shtypin. Pse? Sepse like-u është ajo që unë i falenderoj jashtë mase. Gjithashtu dhe të antarësojnë tek 5 pyetjet pikal tek YouTube. Por, çfarë dua të them? Të rikthehemi tek intervistat e mëparshme, të rikujtojmë, të rivendosim në afat kujtesën e qytetarëve se normalisht 3 ditë zjat lajmi, pastaj ka hallë çdo njeri edhe normalisht do të mbaj mend çfarë kemi thënë. Por rikujtesa është gjëja më e mirë. E mbani mend ju që kam thënë për 69 grada për vizën. E mbani ju mend që më përpara kam thënë që ambasada nuk ka lidhje të njoftoj qytetarët në tërësi për aplikimin për viza. Pse? Sepse viza është një gjë që e merr një person dhe vetë aplikon. Dhe nuk shkojmë ne si qytetarë gjithë Shqipëria të shkojnë të aplikojnë në ambasadën amerikane. Pra do të thotë që mesazhi nuk ka qenë për aplikues të vizës, sepse aplikues të vizës formularin që marrin dhe të rregullat i din vetëm ata. Pavarësisht se edhe ne kemi njëri. Por çdo mesazh që përcillte ambasada amerikane në Tiranë, në bashkëpunim me konsulatën e saj po në Tiranë, është një mesazh politik drejtuar klasës aktuale politike. Dhe kjo nuk është ajo që ne themi, doli një deklaratë e tillë. Jo, doli një deklaratë e tillë e cila u donte të u merrte nga themelet, që do thotë ta studionim dhe të nxirrshim mesazhe. Këtë kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe kur kam folë tek ju. Pra, edhe 69 grada apo heqja e vizës së tyre, dhe po të shikoni, thot deklarimi, që kur të shkoni atje do t'ju njoftohet. Pra, do të lodheni, se nga këtu nuk do të merrni sinjalin. Pse? Do të them tani sekretin pse do bëhet kjo gjë. Sepse janë raste që disa funksionar të lartë të shtetit shqiptar kanë bashkëpunuar me funksionar të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, a kanë qenë përfitime kombëtare të secilit vend? A kanë qenë përfitime individuale duke cërnuar për të dy vendet interesat kombëtare? Këtë nuk mund të bëjë gabim FBI-ja. Pse? Sepse e don këtu. Çdo rit merret me ekstradime, kështu gjëra shajte këtu andej se bëhet burokraci. Sot, derisa unë të kam pajisur ty me vizë, pra ti je i lirë të vish këtu, por nuk mund të njoftoj ty që të refuzova vizën, për shkak se nuk kemi shkakun, nuk kemi pasojë, nuk kemi një problem. Pra do të thotë që ti do më vish mua këtu, dhe sapo unë të di që ti ke ardhur, polici sapo të kaloj pasaportën tënde të thotë zotëri, ju jeni për ne këtu, po duhet të shoqëroheni tek një komisariat më i afërt. Ndërsa ju nuk lejohet të futeni për shkak se ka ndaj ju mas administrative. Kush është mesazhi i linjës Trump? Mesazhi është ky. Nuk do pranoj asnjë individ që ka bashkëpunuar me individ të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke cënuar interesat e dy vendeve. Sepse Trumpi është tepër amerikan, në krahasim me të tjerët që bëjnë biznes me flamurin amerikan, me historinë amerikane, me traditat e amerikanit dhe me strategjinë ndërkombëtare që ka amerikane. Te 69 veta janë përfshirë në mënyrë sekrete edhe prokurorë të Republikës së Shqipërisë dhe gjyqtarë të Republikës së Shqipërisë. Dhe urdhëro tani kush është sekreti? Sekreti është ky. Të gjithë do mendojnë për spakun. Edhe aty ka, por e dikush është surpriza që do gjejnë këta, të cilët janë pajisur me pasaportë ose më mirë me vizë amerikane. Magjistratët të cilët kanë kaluar vettingun dhe i ka hyrë vetja në qef dhe kanë aplikuar për vizë dhe i kanë shërbyer partisë në pushtet, do t'i merren masa administrative pjesërisht, nuk flas për të gjithë magjistratët që kanë marrë vizë turistike amerikane, një pjesë të tyre, nuk janë të gjithë njësoj, më kupton.
jo si bëjnë lavazhierët të spaku që të gjithë ishin të mrekullueshëm dhe sapo arrestorion Velie, pastaj filluan pjesërisht duke anatemuar prokuror. Pra, do të ketë edhe gjyqtar të shkallëve të parë, 2, të tretë, sidomos dhe të gjykatës kushtetuese, do të bëhet nami me masa administrative nga Trumpi. Po nami. Dihet që ata të cilët i kanë vetja në qef, që kanë kaluar vettingun, janë në një, do të thaj, ëndër, jetojnë në ëndra, e kupton? Dihet që ata shfrytëzojnë situatën, por duhet keni parasysh që ashtu siç nuk e kishin menduar në plepat një që do shkarkonin, jo se kjo erë si një do të vjeshmëri së drejtës, po nevojës politike, ashtu do të vinë dhe plepat 2 të cilët do në kenë fatin më të keq se kanë pasur plepat 1. Pra po thoni që kjo reprezalje kap edhe brenda spakut. Unë flas për gjithë sistemin gjyqësor shqiptar. Pra, shiko si është hartuar një politikë amerikane që është shumë e saktë. Zoti Trump mbaron mandatin e tij në 2029. Po kush duhet vi pas tij? Po përgatitet. Zëvendës presidenti është gati. Çdo fjali që thot ai është ligj për Trumpin. Dhe Trumpi do bëj gjithçka që çdo fondacion amerikan që është pjesë e Sorosit mos të ketë më fuqi. Prandaj po eliminon gjithë informacion në klasifikuar që ka fondacioni Soros nëpërmjet USAID-it dhe nëpërmjet organizma të tjera që në zgjedhjet e reja, për zgjedhjet e 2028-s amerikane, 2029 mos gaboj, do të kandidojë zëvendës presidenti. Pra, është gati. Çdo gjë është gati. Amerikanët nuk punojnë sot për sekonda. Amerikanët kanë plan afatgjat. Nuk është si puna e Partisë Socialiste që mendon tani për tani. Po mirë, dhe në 30-ën përkon me integrimin tonë në Bashkimin Evropian. Partia, integrimi jo në Bashkimin Evropian, kush e thot Ursula von der Leyen, e cila është dënuar nga gjykata e drejtësisë europiane, e cila është kërkuar nga New York Times informacion. A keni folur e nderuar kryekomisionere me drejtuesin ekzekutiv të Pfizerit? Edhe ajo nuk ka kthyer përgjigje. Gjithmonë ky është në kuadrin e një dënimi të gjykatës së drejtësisë europiane, në kuadrin e prezumimit të pafajësisë, mos e harrojmë këtë. Tani shkoj pak më poshtë dhe themi, zonja Ursula von der Leyen, keni folur me drejtorin ekzekutiv të Pfizer dhe në komunikimet e juaja çfarë keni thënë? Edhe më thuati tani për Bashkimin Evropian. Rikthehemi tek hallet tona. Mos e ul kaq shumë poshtë nivelin sepse do lutem shumë. Tani Bashkimi Evropian nuk është Bashkimi Sovjetik. Në rast se Ursula është në Bashkimin Sovjetik, është çështje individuale deri në 2029, se edhe ajo ikën Ursula 2029. Themi bye bye. Avokat e 69-ta, nga opozita, nga shumica? Shiko, në tërësi është 69-ta, nuk mund të them tani se... Pa flasim për numrin, por... Të jemi kështu tani si këta lavazhierët e spagut që më përpara ishin 20 shenjtorë prokurorët e spagut dhe tani na doli vetëm një djallit dhe të tjerët të 19 na kanë dalë. Megjithatë, për te numrit të magjik që ju thoni, tek shumica do ndalen apo do merren me të kaluarën edhe tek opozita? Shiko, shumica parlamentare edhe aktuale dhe ajo që do të vi pas 9 shtatorit mos gaboj datën se kam 9 shtator, por nuk e mbaj me tani edhe 3-4. Pavarësisht datës, vazhdimësia. Vazhdimësia, po, se është edhe kjo. Unë mendoj se Partia Socialiste e presin gjëra shumë të rrezikshme, sepse Partia Socialiste do të kuptojë që nuk është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është qëndrueshmëria politike e Shqipërisë në sferën ndërkombëtare, dhe në rast se Trump bën një veprim siç bëri me afrikanin president që i tha
shiko hajde të shtëpia e bardhë, erdhi ai, o tako, gëzua, preti Trumpi, kështu. E thot ai, po, erdhe. Dhe shikojnë që janë qytetarë, ta futen në YouTube ta shikojnë se nuk e kanë nxjerrë këtu në vendet tona, mediat tona, se kanë nxjerrë. Edhe i thot ai, po, erdhe, është shumë bukur, mirë se erdhe, kështu edhe hapë, ja shiko fermerët që bëjnë protesta atje, je europian, je demokrati, pse bëjnë protesta fermerët? Ai shkreti ngeli, të do them unë do isha skuqur, ai vet nga Afrika nuk dukej kaq shumë. Ai tha që unë s'kam avion të t'jap tha si ata në Arabi. E kupton. Pra do të thotë që imagjino të shkoj Rama në Shtëpinë e Bardhë. Po çfarë mund ndodh? Do të më fal, e di, ata po. Shikoj intervistën të CNN, që unë që kam i rrezikshëm, po jam shpjego tani këtu për sy, jam i rrezikshëm unë? Po sa zani? Nuk i, shumë falti tani do të futet në burg ai të thotë që po ndërhyrë në mënyrë të palikshëm edhe të bën gati prokurorët e Partisë Demokratike Amerikane që ta këfusin burg në krye detyrës? Pas bëhet fjalë, a ju se dini atë gjë? Pse ju mendoni se mentaliteti amerikan kur bëhet edhe korrupsioni shkon paket bashk duke bërë korrupsion në krye detyrës? Amerikanët janë institucional aty. Jo si shqiptarë që ai në të njëjtën familje është në konflikt interesi edhe bëhet edhe investitor strategjik, edhe gjykata kushtetuese i bë xhiro, edhe kryeparlamentari bëjnë interpretim. Edhe ai që dyshohet për ndërhyrje të provave bën keq interpretim në media, thot çdo gjë të mundshëm që nuk është realitet, dhe pastaj kur dalin në opozitë do thënë, ose kur do bëjnë një konflikt i brendshëm partia thënë, po ne nuk ishim mundësi të flitshim atë kohë sepse ishim shumë të zhytur në disa punë të kombëtare, se këto shqiptare, po na edhe Edi Ramas na la edhe kështu e kupton.